Filozofia dhe historia e agjërimit. Ç'është agjërimi? Të gjithë e kuptojnë të agjëruarit si braktisje të ushqimit dhe pijes, ose të disa ushqimeve të caktuara gjatë një dite apo një periudhe. Por, në thelbin e tij, të agjëruarit nënkupton diçka më të thellë: qëndrim në vend, pa lëvizur. Agjërimi është abstenim edhe nga të folurit. Është kërkimi i heshtjes. Është gjendja origjinale e njeriut, duke qëndruar, duke mos folur dhe duke mos u ushqyer. Kur njeriu e prish agjërimin, ai fillon të veprojë. Ai lëviz nga vendi, komunikon me tjetrin dhe konsumon. Duke qenë se këto lëvizje janë nevojë parsorë e jetës, agjërimi i përjetshëm është i ndaluar. Sepse agjërimi nuk është një veprim i caktuar, ai është e kundërta, mosveprimi. Nga këndvështrimi islam, agjërimi është heqja dorë nga ushqimi, pijet dhe marrëdhëniet intime, që nga agimi e deri në perëndimin e diellit. Ai është një nga 5 shtyllat bazike. Një adhurim i veçantë që spikat për 2 karakteristika. Është një çështje tërësisht interne. Ndryshe nga namazi apo zekati, ku mund të ndërhyjë fama apo autoriteti, agjërimi kushtohet vetëm krijuesit. Është një sekret mes njeriut dhe Allahut. 2. Është një triumf mbi egon. Ai e poshtron armikun e përbetuar, shejtanin. Duke frenuar epshet dhe lakmit, njeriu shfaq epërsinë e arsyes mbi instinktin. Njeriu, gjatë tërë historisë së tij, ka qenë ky që është, i krijuar prej tokës, por në luftë të vazhdueshme me djallin dhe lakmit. Pa këtë kontroll, njeriu rrezikon të shndrohet nga krijesa më fisnike në një krijesë të harbuar. Që nga Ademi, njeriu i parë, njerëzit u obliguan me agjërim. Kjo thirrje u ripërtrit tek çdo popull, përmes çdo profeti. Të gjitha besimet me bazë qiellore e kanë njohur këtë rrugë. Kujtojmë modelin e profetit Davud, i cili agjëronte një ditë po dhe një ditë jo, që trupi të mos bëhej imun, ose traditën e arabëve të vjetër, që e njihnin këtë praktik shumë kohë para se të shpallej Kurani. Ishte viti i dytë pas hijretit në Medinë, kur agjërimi u bë obligim për tërë muajin e Ramazanit. Disa historianë thonë se Ramazanit ishte falur çdo populli të mëhershëm, e të tjerë besojnë se i pari që e agjëroi ishte Nuhu, si falënderim pas shpëtimit nga tufani. Mesazhi është i qartë. Shtimi i arsyes dhe ulja e epsheve na bëjnë më solidar, më human dhe më të dobishëm për shoqërinë. Dhe një gjë është e sigurt, me gjithë këtë lashtësi të kësaj detyre hyjnore, nga agjërimi nuk ka vdekur askush. Nuk është shënuar asnjë viktim.